tona punojnë sipas mendimit ose direktivës së liderit të partisë dhe qoftaj i but apo i dhunshëm, çado që t'jetë politika ati, ato duhet t'jetë krasti, jo për zërin e gruas. Ne mesi që i kemi fitu kauzën e gruas, do me thënë kuvendin e grave në kuvendin e Kosovës gratë deputete, por ato kushe s'ka du. As një mledhi nuk ka mbajt për gratë tonë, as edhe për gratë të dënuara nuk ka du kushta. Karimi shumë i rëndësishëm i feminizmit është solidarizmi i grave, koje se malo je odlucao kao princip, nužno reći, ali i vidim kod nekih i starijih koleginica da su razočarane i da ne veruju u to. Ali ne mogu da živim bez te nade. I doživjela sam puno solidarnosti od žena koje nisu bile samo... Prej këtë vështrimit tem, shoh që në fakt sot na mungon lëvizja feministe. Fatkeqësisht, ndoshta për shkak edhe ndryshimit të reformave shoqërore, politike e tjera, por na mungon lëvizja, na mungon pikërisht solidariteti që e përmendë edhe zonja, thjesht të ndërtojmë kauza të reja të cilat na bëjnë bashkë, pavarësisht ndryshimeve dhe këndvështrimeve që i kemi. Prandaj po e them që ndoshta feminizëm ka, po ai feminizëm vjen si rezultat të përpjekjeve tona individuale, të kaq lëvizja ka filluar paksa të zbehet. Përkundër që sot rrethonat moderne kanë iniciuar shumë çështje, të cilat do duhet që të ketë lëvizje dhe të ketë këtë mobilizim, këtë solidaritet. Domethënë sot ne kemi të vetëm iniciativë pothuajse në Kosovë, ajo e Femart, e cila vjen si rezultati i përpjekjes të luftës së zonës që thjesht për të na bërë bashkë, për të shikuar njëra tjetrën bashkë në sy, edhe për të parë problemet me të cilat na afaqohemi ne vetë dhe bashkërisht.
Kjo poezi u kushtohet të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, brenda dhe jashtë ateut. Unë nuk kam më miq, por numra telefoni që fillojnë të gjithë me 00. Unë nuk kam më miq, por një blok shënimesh ku të reshtuar rin emra dhe adresa. Unë nuk kam më miq, por copra kujtimesh të pachmushme tani nga mungesa. Miqtë e mi janë nisur në përbot, atë dheu ishi vogël, por dhe bota gjithashtu, tepër e vogël bota për gjithë ëndrat tona. Kur pata një lule të bukur, thash se do ta kem për herë. Kur pata një lule të bukur, thash se do ta kem për herë. I ku fluturoj si flutur, edhe s'mujta me i marrë. I ku fluturoj si i flutur, edhe s'mujta me i marrë. Rinuar nga dashuria jote, me magji të gjitha brengat nga zemra mi merë, që mos i vuaj unë, i vuan dy fishti, mam, vite këty që të shterë për ruan e trishtimit. Iki prej teje, për ojë është bërë lumë. Kurse poezia tjetër që titullohet Heshtje, ka patur që në variantin e parë vetëm 4 vargje. Pritja i kaloi kufit e saj, tani nuk të pres më. Gënjen shpesh fjala, por heshtja thot gjithnjë të vërtetën. Unë e kam një bab, amune i ftijare, amune që s'male, o të dalo ke dira, të dalo ke dira. Amune ri baba, mos u vaj mare, se na dalin fjalët të tjera, unë mjera. Dhe unë do të vazhdoj me një poezi të besës, të cilën e kam vënë në muzikë në albumin tim Muza e Zezë, që quhet Pamundsi. Të kisha ty dhe bota le të prishej, të kisha ty pse zemra të më qaj. Por ti nuk do të kem, dhe bota e mërzitshme, thimbjen për mbi shpatur, do vazhdoj ta mbaj, ta mbaj.
ata që duen pak e kanë njëri tjetrin. Veç në zemër coptuar ende me si hije. E pim në syte e tur këtë pasion të çmandur, dhe s'mund të pashpërisim do të fjalë të shurie. Pasion të çmandur, dhe s'mund të pashpërisim do të fjalë të shurie. Me pas muy cool në kështu duke të në bote ishtë. Nezmiye Bagarusha.